shkojmë tek një tjetër telefonues për të folur për temën e ditës. Mirëmëngjes. Presim vetëm pak qaste. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Zotëri, vetëm ju lutem të ulni volumin e televizorit dhe të dëgjojmë bashkë nëpërmjet telefonit, sepse evitojmë dhe vonesat në dëgjim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit për telefonatën. Kam ul. Po. Ju përshëndes, jemi në linjë në transmetim bashkë, zotëri. Mirëmëngjes, ju përshëndes dhe një herë. Po, mund të flisni. Mirëmëngjesi. Po. Disa zjarët që vehen në Shqipëri janë qëllimshme. Prandaj drejtësia dhe organet ligjzbatuse duhet përcaktojnë njerëzit dhe kjo bën ngarkim jo me shkuar vetëm burg, po në burg e me paguar gjithë domin që i kanë sjellë popullit shqiptar. Se nuk duhet ta bojnë Shqipërinë bok ata ta pozitas. Prandaj duhet veprojnë ligjet në mënyrë korrekte. Për kë po thoni, për opozitën apo ju dëgjova gabim? Jo, afërsisht aty është. Se ai që ka mend krye nuk ka mundësi me i dhon flakë, nuk lezet mali vetur, më po i dhon shkreptën, më po i dhon çakmakun. Përse nuk ka ndërgjegjësim? Përse nuk ka ndërgjegjësim? Pse nuk binden njerëzit që tregohen të kujdesshëm? Nuk bëhet i ndërgjegjshëm kurrë. Shejtani nuk ka bën shejt kurrë. Prandaj shejtani mbetet shejtan, ndërsa ata të tjerë si ka mundësi më djegën pyet që janë mia beqare e të bëhet vendi bokë i Shqipërisë. Kjo katastrofë më duhet ngritën në kom që janë tashika se të prekarore, gjyqtare, gazetare kushtje në Shqipëni. E kuptoj. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën.